tash nështë një pyetje që edhe prind ta bojnë zakonisht, po a ka ndonjë mungesë në trupin ton që janë disa fëmijë, unë kam edhe në familjen time, që shumë shpesh kanë lëndimet shpeshta, a ndodhë se kanë ai mungesë dhe janë tepër të ndishëm, a veç thjesht pakujdesia? Unë e quj në përmbi 90% është pakujdesia. Mirë po në 10% që janë shumë smundje sistemike që i quajmë na, që ato mujnë me pru që më varet sa ka intensitet trauma për me ndodhë fraktura. Që më varet sa ka intensitet trauma për me ndodhë fraktura. Shpesh herë në jetën e përditshme ne takojmë pacienta që thonë janë rrëzu prej një lartësie shumë të lartë dhe s'ka ndodhur kur gjë. Kjo ka të bëjë me ato se në çfarë gjendje është kocka, në çfarë gjendje dhe si është ushqyçja ajo kocka. Edhe ajo 10% që asaj se nëse fëmia ka një smundje sistemike që e shpërbën kockën, tek këta fëmijë ka mundësi me ndodhë që domethënë me ndodhë shumë pini traume shumë të vogël me ndodhë fraktura. Çfarë smundje doktor Arian, më fal? Për çfarë smundjeve është fjala? Këto janë smundje sistemike që mund me ndodhë një osteoporozë që mundet mu shpërbë kocka dhe na duhet me gjetë arsyeën pse kocka po shpërbëhet. Ne në praktikën tonë shumë shpesh në radiografi pas traumave i identifikojmë shumë kocka që nuk janë domethënë në gjendje qysh duhet me qenë. Në radiografinë e parë që bëhet na e shohim dhe për një herë i japim sugjerimet tona që domethënë me kërku ma thellë, kryesisht është mungesa vitaminës D që nuk jep mundësi kockës për mu zhvillu që ashtu që duhet, që është deficiti disa qelizave që nështë as s'pdumi i përmend që janë domethënë. Kjo është pak më e rrallë, mirë po duhet me pas gjithmonë parasysh këtë.